Ministri për integrimin evropian të Serbisë Nemanja Starović theksoi se njohja e Kosovës nuk është kusht formal për antarësimin në Bashkimin Evropian, sepse nëse do të ishte, nuk do të kishte asgjë nga antarësimi. Në televizionin K1, kur u pyet nëse Kosova është një pengesë në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, Starović u përgjigj se korniza negociuese përcakton detyrimin për të arritur një normalizim gjithëpërfshirës dhe ligjërisht e detyrueshëm të marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, sa i përket qeverisë aktuale, rrugës së cilën e trasoi presidenti Aleksandar Vučić nuk ka heqje dorë nga interesat kombëtare, theksoi ministri Starović. Edhe këtë vit zyra për Kosovë dhe Metohi prezanton artin e pasur dhe të begatshëm të fjalës së shkruar nga Kosova në panajirin ndërkombëtar të librit në Beograd. Në stendet e zyrës në sallën 1A dhe 4 nga sot mbehet një program i pasur dhe i larmishëm, megjithse 254 forcë 600 orë program fjalimesh, mbi 30 ekspozues dhe botues, disa prej të cilëve janë më të vjetrit në Ballkan, do të prezantojnë 112 vepra nga fushat e shkencës, latërësisë dhe artit me theks të veçantë në botimet kryesore të institucioneve kulturore nga Kosova. Seanca dëgjimore e planifikuar për sot për rastin Banjës kundër Dušan Maksimovićit, Vladimir Tolićit dhe Blagoje Spasojevićit u anulua për shkak të pamundësisë së vendosjes së një lidhje video për dëgjimin e dëshmitarëve nga Maqedonia, Veriut dhe palët në procedurë do të informohen për datët e reja në kohën e duhur, njoftoi gjykata. 3 serbët u akuzuan për sulme ndaj rendit kushtetues të sigurisë së Kosovës dhe terrorizëm dhe u arrestuan menjëherë pas konfliktit në Banjë në vitin 2023 dhe që atëherë ndodhen në paraburgim. Historiani Stefan Radojković vlerësoi se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare janë zgjidhja më e mundshme për krizën institucionale në Kosovë, pasi dje deputetët nuk votuan për qeverinë e re të propozuar nga mandatari Albin Kurti. I pyetur se kush do të ishte më i gatshëm për zgjedhjet në këtë moment, Radojković thotë se pavarësisht të gjithave është vetëvendosja, si edhe votuesit e saj partije nuk do të heqin dorë lehtë nga mbështetja e tyre qëndrueshme. Nëse ka zgjedhje të reja, Albin Kurti do të marrë më pak mbështetje se sa në zgjedhjet e mëparshme, sipas Lazar Stević, gazetar nga Mitrovica Veriut. Sipas mendimit të tij, partitë opozitare janë më të gatshme për zgjedhje dhe ai thotë se lista serbe është më e përgatitura. Serbët duan një qeveri të re me të cilën mund të bisedojnë për zgjidhjen e situatës, tha Stević për Kosovo Online. Pas dështimit të Albin Kurtit për të formuar qeverinë e re, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i theksoi se kjo ishte papërgjegjësi dhe vlerësoi se Kosova po përballet me papërgjegjësinë për 9 muajsh dështimesh qeveritare. Deputeti i Aleancës për Amerinë e Kosovës, Time Kadria, i thotë se Albin Kurti pengoi formimin e qeverisë së koalicionit të gjerë, sepse qëllimi dhe dëshira e tij është vetëm dhe të qeverisë vet. Kjo deputete paralajmëroi se Kosova tani është edhe nën sanksione amerikane. Gazetari Baton Haxhiu thotë se kryeministri Albin Kurti ka treguar se nuk di të bashkëpunojë dhe të ndërtoj konsenzus. Ai nuk ka humbur pushtetin sepse ende ushtron, por ka treguar se ka humbur aftësinë për të qenë një politikan normal që di të bashkëpunojë dhe të krijojë konsenzus. Tha Haxhiu, kur jeton në një ishull duhet të jetosh me veten dhe nuk ke rrugë tjetër veç se të mbytesh. Kurti e ka mbytur karrierën e tij politike, vlerësoi Baton Haxhiu. 10 vjet më parë Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje, e cila konsiderohej një moment historik në Kosovë, synon të forcojë bashkëpunimin politik, ekonomik dhe ligjor midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe me të Kosova merr përsipër të përmbush standardet evropiane në fushën e qeverisjes, ligjit dhe funksionimit të shoqërisë civile. Kërkesa e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian u paraqit me 15 dhjetor të vitit 2022 dhe që atëherë është në pritje.
Nesër në veri të Serbisë do të jetë mot me diell, kurse në rajonet tjera do të ketë shi në mëngjes dhe borë në malet më të larta, por gjatë ditës do të kthjellohet. Do të fryjë redop mesatare nga perëndimi, temperatura mëngjesit do të jetë nga 5 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 13 deri në 17 gradë Celsius.